jemi në vitin 280 para Krishtit dhe në këtë qytet arrin shqiptari i famshëm i antikitetit Piro i Epirit. Ai arrin në vitin 280 këtu në këtë qytet që jemi tani në Taranto të Italisë së Jugut. Në këtë port ai hyri me 30.000 ushtar dhe me 20 elefanta, që ishte një risi për kohën pasi njerëzit e këtyre zonave nuk ishin parë ndonjëherë me syrit e tyre një elefant të vërtet, dhe zbarkoi për disa ditë zgjati zbarkimi në këtë qytet për ta ndihmuar këtë zonë, qytetin e Tarantos, por edhe gjithë zonën e asaj që ishte në atë kohë Manja Ilirika, që ishte ajo Iliria Madhe, pra e jugut të Italisë, që vazhdonte nga Puglia, vazhdonte me mesapet, Japigjet, por dhe me poshtë me Salentinët, me Kalabrët që ishin një fis tjetër ilir, dhe vazhdonte pastaj deri në Siqili me fisin tjetër ilir të Sikulëve. Dhe erdhi pikërisht Piro në vitin 280 para Krishtit, pasi e kërkuan që t'i ndihmonte këto zona të këto fise ilire, të këtyre zonave që kishin hyrë në konflikt me Republikën e Romës. Me Republikën e Romës që kishte filluar atë, si thua, ngritjen e saj që do ta çonte më vonë në 10 vite më vonë, dhe mbase rreth 2 shekuj më vonë të shndërroi në perandori të madhe, rreth vitit 44 para Krishtit, pastaj kur në fuqi erdhi Augusto, që ishte dhe perandori i parë që njihet në historinë e Europës. Pikërisht Augusto që studioi në atë kohë në Apollonin e Shqipërisë, në qytetin tonë të Apollonisë, u studioi oratorin dhe artin ushtarak. Le të kthehemi tek mbreti jon i antikitetit Piro i Epirit. Kur ai zbarkoi këtu, emri që kishte, emri që mbante, i bëri që të arrinte me njëherë në Romë lajmi dhe të tërhiqej e gjithë ushtria romake që kishte avancuar dhe ishte ofruar afër këtij qyteti, afër Tarantos. Me njëherë fama ati bëri që të shpërndahej gjithandej në pjesën jugore të gatishullit italik. Piro kori një sër fitoresh. Ai avancoi dhe shkoi deri në Siqili, ku luftoi dhe kundër kartagjenëve për të ndihmuar ilirët e Sikul. Ilirët Sikul që mbretëronin në ishullin e Siqilisë të asaj kohe. Piro, mbas disa luftrave të përgjakshme me romakët, pas disa fitoreve që pati të rëndësishme kundër tyre, mbeti me pak mbështetje ushtarake, pasi largësia nga toka e origjinës, pra nga Epiri atëhershëm ishte larg, kishte një mungesë të theksuar të furnizimeve, dhe prandaj u detyrua që të tërhiqej. Dhe pas kësaj tërhiqje, ato romakët kundërshënuan dhe në qytetin e Malavento bën përpjekjen vendimtare, ku Piro e humbi atë betejë, dhe romakët nga Malavento janë ndryshuar emrin pastaj në Benevento, për arsye se solli mirë ky qytet dhe bëri që ato të kthehen fitimtar. Por Piro u tërhoq edhe një herë me atë se kishte mbetur nga ushtria e tij, pasi ishte pamundur të vazhdonte më gjatë një tokë larg kryeqytetit të tij të Ferikut të Shqipërisë së sotme. U kthye dhe ka mbetur ajo fitoria e tij kundër romakëve, ka mbetur në analet e historisë si fitoria e Piros, pra një fitore që ndonë se ishte një fitore që kishte shijen e humbjes, pasi nuk kishte më kontingjente tjerë, nuk kishte më mbështetje ushtarake me forca të reja që të vazhdonte të rezistonte në një luftë prej disa viteve kundër asaj që do bëhej me kalimin e kohës perandoria më e madhe që do njihte ndonjëherë njerëzimi, pikërisht perandoria romake. Përkujtuam sot këtë zbarkim të këtij mbreti të madh të antikitetit shqiptar që ishte Piro i Epirit. I Epirit ton historik, të Epirit ton që bëri të lavdishëm kombin ton ndër shekuj më vonë. Nga qyteti Taranto në Italinë jugore, unë Alban Kraja ju përshëndes dhe si gjithmonë ju uroj çdo të mirë.